Çollaku është me ne gjithashtu kolegë ndjekës fatkeqësisht i kronikës së zezë dhe asaj gjyqësore. Ti je të ata që për mirë apo për keq e ke paremëruar që do të vinte një situatë e tillë fatkeqësisht Basir. Në vlerësimin tënd, përveç kronikë një tragjedie të paremëruar, a është kjo një këmban alarmi, a është kjo një ngjarje që sjell ndryshime në sistem? Sigurisht është një lloj funerali për drejtsinë, sepse akuza bie mbi tërë sistemin. Nuk ka ndodhur në asnjë vend asnjë lloj mafie, nuk ka bërë vrasje në sallgjyqi apo individ apo subjekt kushdo qoftë ai. Rënja e këtij sistemi sigurie në këtë përmas dhe reagimi institucional janë dy ngjarje që tregojnë se çfarë ka ndodhur brenda sistemit. Kur lexoja njoftimin e KLG-s, do të shënuar integriteti fizik, ata më duket se kanë marrë vesh akoma se është vrarë qytetari. Apo zonja ministre e brendshme, kjo Duhan Xhia që sharkoi zëvendës ministrin për çështje tymi, thoshte policia nuk ka lidhje me këtë. Me çfarë ka lidhje policia? Me ato policinë private që kanë sajuar këta për të marrë para dhe vendosin një rrugë objekti. Ndryshimi i ligjit është bërë nga Samir Tahiri në fakt. Sigurisht, në 2014 është kjo histori, pastaj krijimi i kësaj kompanie. Ta themi për publikun çfarë ka ndodhur në 2014. Bërë ndryshim që këto u krijoi kjo kompania Ilirian Guardia, gaboj, dhe sigurisht për prokurori gjykata, apo se i kaluan kësaj ku duhet paguhen edhe institucionet për shërbimin e sigurisë. Polici private me pronar shtetëror. Polici private drejtuar nga shteti, histori dallaveresh, histori e korrupsionit për të mbrojtur ata që luftojnë korrupsion dhe marrin vendime antikorruptive. Dhe të gjithë këto ku shoh reagimin institucional me KSPAK, me KLG, me KLP, me ministër dhe kryeministër, kanë hallën se si të jenë sa më larg ngjarjes. Madje KLG në njoftimin e saj, absurdi që kam hasur në ditën e djeshme, nuk është marrë vesh ndoshta se është vrarë ende gjykatari. Do flasim fakt edhe për reagimet, sidomos ai i kryeministrit Rama më duk një nga më qesharakët, por para se të kalojmë aty do doja të mirëprisja në studio nëpërmjet një lidhje video zonjën doktoreshën Arbiola Halimi, e cila është psikologe klinike. Për një arsye të thjeshtë dua t'ju shqetësoj doktoresha, e para çfarë ndodh me dikë që arrin në këtë shkallë të vetgjyqësisë, dhe e dyta, pse fatkeqësisht ka pasur këtë lloj reagimi kaq të fortë të ndartë të opinionit publik shqiptar. Një pjesë shumë e madhe e ka justifikuar, e ka arsyetuar, e ka fatkeqësisht glorifikuar. Mirëmëngjesi gjithëve, mirëmëngjesi Nadia, përshëndetje dhe publikut. Sigurisht që është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë dhe rëndësishme. Nuk do të flas për çështje të sigurisë, sepse nuk është një kompetencë të mendoj se ka ekspert në atë ndërtueshje, por do të bëja pak prekja klimën, në të cilën pra klimën emocionale, psikologjike, në të cilën ka ndodhur ngjarja. Nuk besoj se ne nuk jemi të vetëdijshëm, pra ka ndonjë në Shqipëri, ndonjë qytetar që nuk është i vetëdijshëm për sa i përket kalvarit të gjatë të proceseve gjyqësore, por kjo nuk justifikon në asnjë moment akte të tilla, për shkak se në çdo shtet ka mekanizma të cilat mbrojnë jetën, sigurinë, sidomos të atyre individëve të cilët janë në pozicione shumë delikate, sikurse është pozicioni i gjyqtarit dhe pozicioni i prokurorit. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është pak të thua fatale, për shkak se ndodh që kryeministri i vendit, që është një institucion, pra kryeministri nuk mund të shikohet si një pozicion individual. Kryeministri është një pozicion, është një institucion. Që do të thotë deklaratat e bëra nga një pozicion i tillë, ose nga një institucion i tillë, sigurisht që kanë një impakt shumë të gjerë tek publiku në një klim që është as pak e qetë, pra që sa i përket raportit që qytetarët kanë me sistemin e drejtësisë. Edhe sikur mos ishte kjo klima e qetë, në fakt është në nivel jashtëzakonisht negativ dhe të lartë. Keni parasysh se gjykata trajton një çështje me një sensibilitet shumë të lartë. Njerëzit kur shkojnë me gjykata, sigurisht që shkojnë për ato çështje të cilat janë konfliktuale dhe që nuk gjejnë dot zgjidhje. Gjitha palët në gjykatë mendojnë se kanë të drejtë, pra gjithmonë dëshmëria është jashtëzakonisht e lartë. Flasim për çështje të reagimeve, arsyetimeve, emocioneve të qytetarëve. Për këtë arsye njerëzit që mendohet se do të japin drejtësinë dhe do të marrin vendimet,
dyshime të ndihen dhe duhet jenë të mbrojtur. Në fakt, ajo që ka ndodhur, sepse impakti te publiku pastaj është jashtëzakonisht tepër negativ nëse kjo nuk ndodh. Ajo që ka ndodhur realisht është kjo vrasje ndodh vetëm pak ditë, nuk e di nëse mund ta llogarisnim, pra në datën 15 shtator është bërë një deklaratë Jambarova, është bërë një deklaratë ku gjykohet, denoncohet me foto një gjyqtar nga kryeministri i vendit duke shpërë në këtë mënyrë autoritetin e gjykatës, autoritetin e gjyqtarëve, dhe sigurisht duke nxitur agresivitet dhe duke ulur besimin e publikut te gjyqtarët, por njëkohësisht duke nxitur agresivitet deri në vetëdyshim, për aq kohë sa mund të gjykohet pra se nuk marrin dot drejtësi në këtë institucion. Unë doja të tekstoja vetëm faktin që çështja delikate dhe deklaratat publike duhet të konsiderohen tani tutje si një element që realisht mund të nxjisë tepër agresivitet në popull, kështu që të jemi shumë të kujdesshëm për mënyrën se si ne targetojmë gjyqtar, prokuror, dhe profesionistë të tjerë, të cilët mbajnë pozicione delikate dhe marrin mendime delikate. Përfshirën ne psikologët ndonjëherë kur jemi përfshirë në sistemin e drejtësisë. E vlerësoj shumë qëndrimin dhe integritetin tuaj, doktoresha Halimi. Ju faleminderit. E di që duhet të lëvizni, por kishim nevojë për një sqarim të tillë edhe klinik. E konsideroj të rrezikshme deklaratën e linçimin publik që kryeministri i ka bërë gjykatësve në të shkuara në afërt. Në shumë nga dosjet që shfletojmë qoftë atë krimit organizuar të mafjes, një nga akuzat e përsërituar shpesh nga struktura e posaçme është krimi i kushteve për të vrarë. Dhe unë them, janë institucionet, është ajo çfarë kryeministri bën, krimi i kushteve për të vrarë. Kur ti merresh anë kur fillon me kokat hëngshin, me thënë drejtën. Kokat hëngshin, ai horre batakçi për prokuror, për gjykatës, pra një liçim publik me një dhunë radikale agresive. Pra një shpërfillje e sistemit për vendime të cilat nuk i ngjisin, nuk janë në oreksin dhe stomakun e kryeministrit, krijon një klim lufte. Një klim shpërfillse për prokurorët gjyqtar, dhe secili prej tyre që ka një problem, që thotë në drejtën e tij apo pa drejt ndaj sistemit, kur shet që ata që duhet të jenë në mbështetësi të prokurorit, e gjyqtarit, të mbrojtësit, ruajtësit, siguruesit, garantuesit edhe të jetës, edhe të profesionit, janë kundërshtar, nuk janë në krah, janë përballë tyre. Atëherë kjo krijon edhe një hapësirë, le të themi, sa psikologjike, por edhe klim të asaj natyre, ku secili ndan mendjen ta marrë vetë vendimin. Por mos u pëset e harta gjyqësore që është një katrahur tjetër, një shkak tjetër me vjetra mia, po mbi 150.000 dosje që flenë aty. Autori është më i ri se sa konflikti. Autori është më i ri se sa konflikti. Kjo është batutë në mënyrë brillante e zezë. Ka nisur në 92 kjo histori dhe ai ishte 31 vjeç që autori ka lindur në 95-ën. Po pra, dhe në këtë gjë, çfarë ndodh? Kjo është ajo plagë e sistemit të cilë kush e ka gatuar? Kush e ka prodhuar këtë gjë? E di çfarë ka ndodhur, Flavio? Ka ndodhur që sigurisht vegjyësia është e papranueshme dhe kurse si askush nuk duhet të shkojë dhe të bëjë vegjyësi dhe për këtë. Edhe pagjyësia është e papranueshme. Jo, vegjyësia jo. Ajo çfarë ka ndodhur është që sistemi gjyqësor të zvarrit, të sorollat. Pra, një qytetar, jo vetëm për këtë çështje, për çdo lloj çështje, një divorc, një takim me fëmijët, do përfundosh në shkallë parë, do shkosh në apel, jo po apeli vonon shumë, janë 10 dosja. Dhe të gjithë qytetarët në një mënyrë apo një tjetër lodhen, sepse të rish mbas dyerve të gjykatave nuk është aq e lehtë, nuk është komode. Do shkosh sot, jo shtyhet seanca, jo pas 1 muaj, jo pas 2 muajsh, dhe kjo mendoj që i ka lodhur qytetarët. Jo vetëm atë, sepse për atë veprimin që ka bërë normalisht është e pafalshme dhe është e dënueshme, por parimisht duhet kuptuar që sistemi gjyqësor për çdo lloj çështje ti shkon në gjyq. Për çdo lloj. Po. Zgjidhja më e thjeshtë që ju jepet qytetarit është drejtoju gjykatës. Dhe pastaj aty fillon një kalvar vuajtjesh për qytetarin. Pra është dënim me vdekje që kur i drejtohesh gjykatës. Që në momentin që i thuhet zgjidhje me gjykatë. Jo, po një sekond, e konkuron në të marrësi spitalin, madje është edhe më keq, duke marrë në konsiderat të oferën ekologjikun, se genocidin, se tani është e provuar nga KLSH-ja që është genocid ajo që ndodh këtu ekologjik. Edhe atë konkuron një sekond, se më kujtua pak një deklaratë, ju kujtohet ajo video e Erion Veliet kur thoshte ona i jep pronën tani me dëput ose ta marr unë dhe pastaj ik në për gjykata dhe po pra ajo që si sot a do presim ne të mbaroj gjykata punët. Po pse them e konkuron të oferën e ekologjikut dhe spitalor, sepse mbas është më keq gjykata dhe drejtësia për arsye se në spital e gjen edhe zgjidhje.
24 orë me mundësi të sikletosur, ikën jashtë, dhe atje të presin. Po ti në gjykatë si këndot jashtë, se të ma kjo 30 vjetë pen këtu. Pra mund bëj pa ditë djali dhe merë vendimin nipi. Pra në këtë lloj qasje të ligjit, se janë shumë vrasje, janë rreth 8.000 vrasje për prorat në Shqipëri që nga vitet 90 e këtej. Po pra, atë që kanë bërë dhe gjyqësinë, nuk e zgjitur vetë. Dhe ka shumë element brenda sistemit, në gjykata, në prokurori, kudo, njerëz të cilët nuk kanë vepruar. Dhe mos veprimi në këtë rast është elementi veprësional. Burimet e tua nëpër gjykata dhe prokurori, çfarë thon pas ngjarjes? Unë do të them që kolegët kanë bërë shumë herë më tepër në këtë drejtim dhe i kanë parë ata që kanë nxjerrë, por mos veprimet, dhe ajo që pash që thotë janë në sistem, proces verbale dhe akti ekspertimit i munguar, por nuk i kam në letër. Kush ka futur duart e ty? Cilët persona? Se mjafton një dokument i erë dhe pastaj për të hyrë atë sagën burokratike që të merr dekada e dekada. Dhe janë raste të pafundme pronash. Këtu histori pastaj mos kalojmë te investimet strategjike dhe ndërhyrjet e krimit. Që po marrin prona gjithashtu njerëzve. Marrin prona dhe i shkërmoqen dhe pronarët i shohim vetëm në ekran. Kisha një personazh interesant, në fakt që ishte objekt i plugut të emisionit të kaluar, por që në fakt më shumë se sa autori ishte viktimeve të kohës që po jetojmë, i kishin marrë një pronë shumë të mira në Porto Romano, ku po ndërtohet port, i kishin marrë një 40.000 metra. Pronë modeste, në i vënd shumë. Diçka e tillë mbase? Shumë. Mos janë ta miqtë Ramas, kryeministri italian e këta, ata i kanë ata mund t'ja kenë marrë. Domenika pas të kaloj te një i ftuar tjetër që kam të doja nga ty informacionet që kemi për këtë çështje dhe na ndihmo pak me dokumentat që ke sjellë se ata kanë raporteve, se të gjithë janë bërë kurioz për raportin mes familjeve dhe palës tjetër. Në vitin 2020, duhet të sqaroj që në vitin 2020, zoti Shkambi, që u drejtuan emisionin Stop, në asnjë moment nuk shprehu dhe nuk denoncoi asnjë nga banorët aty, familje që jetonin atë objektin aty. Asnjë konflikt me ata. Asnjë lloj konflikti, madje unë kam qenë në objekt, as familjet nuk erdhën që të më vërsuleshin mua ose të më thonin diçka, as zotëria nuk kishte asnjë lloj. Lënë drejtësisë. Absolutisht. Në dokumentet që, do me thënë, arsyeja pse ju drejtua Stopit ishte për pjesën e humbjes së dokumenteve. Pra, në sistemin tonë gjyqësor, mungonin dokumentet nga shkalla e parë në apel, brenda qytetit të Shkodrës. Dhe bëi fjalë, dhe fati mirë në atë kohë ishte i zotit Shkambi që ai tërhiqte vetë dokumentet. Pra, proces verbalin e 33 e kishte tërhequr pas përfundimit të procesit gjyqësor, të seancës gjyqësore. Gjithashtu, edhe atë të datës 34, po në datën 34 tërheq proces verbalin nga seanca. Bëi fjalë për aktin e ekspertimit. Akti i ekspertimit ka qenë akti kryesor mbi të cilën është marrë vendimin në shkallën e parë. Pra, në favor të Shkambit. Në favor, po. Dhe mungesa e këtyre dokumenteve, shoqëruar dhe me aktin e ekspertimit, bën që gjykata e apelit ta kthejë në rishqyrtim. Si humbin dokumentet në gjykatë? Si. Kush e mori fajin? Faji mbetet jetim gjithmonë. Ne faktuam në atë kohë që na u provua, na u konfirmua që jo, nuk janë proces verbale dhe akti ekspertimit në dosjen fizike të kësaj çështje. Ky është handikapi më i madh. Pra, nga një shkallë në një shkallë tjetër mund mbasin dokumentet dhe qytetari sërish fillon në pikën 0 dhe përsëris edhe një herë. Janë sorollatjet, lodhja që i krijohet dhe i shkaktohet qytetarit që e detyron të shkojë në këtë pikë që sigurisht është e patolerueshme dhe e pafalshme edhe kjo. Mi që jemi të sorollatit, do doja të spostoheshim pak në Vlorë,